Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për javën nga data 28 prill deri në datën 3 maj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën ascendente gjatë se ku e keni. Dhe do fillojmë në lidhje me shenjën e parë që është shenja e dashit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithë ju. Nga ana astrologjike është një javë shumë e mirë. Ju do arrini të gjeni qetësinë gjatë kësaj jave. Dhe shohim. Dhe ju shoh që ju do gjeni paqen, do gjeni qetësinë sepse kemi asin e kupave. Ju shoh që do lini mbrapa momentet e vështira që keni kaluar dhe do t'ju drejtoheni ëndrave që keni në jetën tuaj. Dhe këtu flasim, ju mund t'jeni duke ndëruar rreth një personi. Keni krijuar ëndra, iluzione drejt këtij personi dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Dhe ju shoh që po drejtoheni drejt ëndrave tuaja. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, shoh që një person ka emocione në lidhje me ju, gjithsesi ju do keni lajme të mira në lidhje me dashurinë. Për një pjesë tjetër, ju mund të keni ëndra, iluzione rreth fëmijëve tuaj dhe dëshironi që t'i realizoni këto për të gjetur atë paqen në veten tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, në marrëdhëniet që ju keni, ju shoh që është një javë e qetë për ju. Ju do jeni duke ndëruar ndoshta rreth gjërave të ndryshme që dëshironi të keni në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, do keni lajme të mira nga puna. Në momentin që ju të merrni këtë lajm të mirë, ju menjëherë do largoheni, do lini diçka mbrapa për të filluar diçka të re. Një gjë që ju ndoshta e keni ëndruar prej kohësh, një punë, një partneritet, një biznes ose diçka tjetër. Dhe kjo ka lidhje dhe me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, e shoh një javë fantastike, ju lini mbrapa gjithçka që nuk ju shërben më për të gjetur atë paqen dhe qetësinë, po për të marrë dhe një drejtim më të mirë për veten tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit maj, por dhe videot me tema të ndryshme, por edhe videot për dashurinë. Dhe shohim energjinë që vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, themi dhe energjitë, se te shenja e parë nuk i tham, por gjithsesi ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe të ajrit, shenja toke që jeni ju vetë. Dhe kemi me kartën e britsjapit, energjinë e shenjës së britsjapit. Gjithsesi ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh shumë të vrullshëm në lidhje me fillimet e reja. Ju dëshironi të futeni në një njohje të re për pjesën e beqarëve, ose të gjithë ata që janë në lidhje, në njohje dhe në marrëdhënie, ju dëshironi të hidhni hapa para në lidhje me këtë njohje ose marrëdhënie tuaja, për të krijuar një lloj stabiliteti. Ndërkohë, ju shoh që do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar. Ndoshta ju keni kaluar shumë vështirësi dhe Saturni i sjell këto vështirësi për të marrë mësime, që ju mos i përsërisni përsëri gjëra të vështira që ose mënyrën se si ju keni vepruar me persona të ndryshëm, për të marrë, për të bërë diçka tjetër, për të vënë një rregull në veten tuaj, por dhe në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Dhe ju shoh që ju një pjesë prej jush
dëshironi të riskoni ose të rrezikoni për të bërë një fillim të ri ekonomik, për të krijuar një lloj stabiliteti. Dhe ju shoh që këtë do ta bëni me shumë pasion, por dhe duke vënë një rregull në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj që janë postuar më përpara, por dhe video me tema të ndryshme të këtij kanali. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ju shoh që ju keni të bëni shumë fort me energjitë shenjave të ajrit. Jeni vetëm në energjinë tuaj gjatë kësaj jave. Gjithsesi, ju shoh që ndiheni në dilema, do jeni konfuz në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje por dhe në marrëdhëniet tuaja. Keni kaluar situata stresi, tensioni për një kohë të gjatë, po ju do harrini të çliroheni nga këto situata. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, por kjo mund të jetë në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike ose me situata të ndryshme në familjen tuaj dhe në shtëpinë tuaj, por dhe në situata shoqërore ose edhe në familjen e gjerë. Gjithsesi, këtu ju këshillon karta, ju këshillon një pushim, keni nevojë të pushoni, të merrni atë energjinë e nevojshme për t'i dhënë drejtim situatave, sepse ju do çliroheni nga këto situata për të bërë një fillim të ri, por ju keni nevojë për një pushim që duhet ta bëni. Në rastin tjetër, kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën. Ju mund të keni marrë goditjet e vendi punës dhe ndiheni në dilema, nuk jepni dot zgjidhje një situate, dëshironi të çliroheni, por do çliroheni nga këto situata dhe të bëni një fillim të ri, por të menduar mirë. Disa prej jush mund të kenë lidhje me pjesën e dokumentave, ku ju vërtet mund të keni për një kohë të gjatë, keni tentuar për ta bërë këtë gjë, dhe dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por kjo gjë ju ka lodhur pak dhe ju sikur po çliroheni nga kjo situatë, ndoshta për të bërë diçka tjetër. Dhe shoh që ju do ta bëni këtë, por në fillim duhet të pushoni, të merrni kohën tuaj për të qetësuar dhe për t'i dhënë zgjidhje çfarë do lloj situate që mund të keni gjatë kësaj jave. E rëndësishme është që ju çliroheni. Thjesht disa prej jush duhet keni kujdes me shëndetin tuaj, sepse e gjithë kjo lodhje psikologjike që keni kaluar mund të dëmtoj edhe shëndetin tuaj. Ju mund të bëni një check-up, një kontroll mjekësor ose diçka tjetër. Atëherë, gjithsesi është një javë ku ju çliroheni, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin e javës edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Gafores. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit të maj që shtrihet i gjithë muaj, por dhe videot me tema të ndryshme. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Dhe këtu kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit, të ajrit dhe kemi dhe energjinë e shenjës së Briciapit. Më falni, është energjia e shenjës së Akrepit. Ju do jeni në pritje, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me dashurinë me një person që ju keni, ndiheni konfuz në lidhje me këtë dashuri, por ndërkohë ju shoh që ju pësoni një transformim shpirtëror gjatë kësaj jave.
Dhe për një pjesë tjetër do keni ndryshime të mëdha. Ju do lini mbrapa situata të vështira që mund të kenë ndodhur në jetën tuaj. Dhe këtu flasim si nga ana emocionale, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Ju mund të lini mbrapa një dashuri, një njohje, lidhje ose marrëdhënie për të krijuar diçka të re. Në rastin tjetër, ju shoh që ju duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju do t'i vendosni qëllime vetes dhe do t'i shikoni gjërat ndryshe. Do ndryshoni kënd vështrim gjatë kësaj jave, por përsëri ju do ndiheni në një situatë konfuze ose dilemash dhe sikur doni të mbroni në çdo rast veten tuaj ose zemrën tuaj. Dhe këtë mund të jenë në pritje të një përgjigje në lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime të reja ose me karrierën tuaj, por dhe një pritje ndoshta ekonomike, ku ju do bëni plane afatgjata, ju do kërkoni gjëra më të sigurta. Dhe me kartën e vdekjes, ku ka planet Plutonin, ju jepni fund vështirësive dhe kërkoni një ndryshim në jetën tuaj, ku gjërat duke lënë ndoshta gjëra që s'ju kanë shërbyer dhe duke filluar gjëra që të jenë në funksionin tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike me ndryshime të mëdha dhe me plane afatgjata. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse aty shtrihet i gjithë muaj, por dhe temat e tjera që janë postuar gjatë kësaj periudhe. Ju shoh në një pozicion shumë të bukur. Këtu kemi energjinë e perandoreshës, kemi energji të shenjave të tokës dhe të ujit. Atëherë, ju dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri. Por ndërkohë është një fillim i ri që ju do marrë zhvillime shumë të mira. Ju do ndiheni më të sigurt në lidhje me një njohje që keni, ose ju mund të ndiheni të sigurt në lidhjet njohjet që keni ose në marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi nuk e di, por në fund të javës ju do përqendroheni në humbje të së kaluarës tuaj. Ju mund të keni humbur një person, edhe pse bëni një fillim të ri dhe ndjeni shumë të sigurt, ju përsëri përqendroheni tek ky lloj trishtimi. Dhe kjo kartë ju sugjeron, lërini gjërat të rrjedhin, lërini gjërat që keni humbur në jetën tuaj, shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Dhe në rastin tjetër, kjo mund të ketë të bëjë me fillimin e një shtatzanie, ku ju ka ardhur momenti dhe ndiheni të sigurt për ta bërë këtë gjë. Ju ndoshta keni humbur dhe mundësi të tjera në lidhje me shtatzanin, por gjithsesi shoh që mundësitë janë aty për ta realizuar këtë gjë. Për një pjesë tjetër, mund të keni fillime në projektet, në bashkëpunimet tuaja, ose mund të jetë edhe një punë e re, një karrierë e re, ku ju do ndiheni shumë të sigurt në lidhje me këtë gjë, do keni vetbesim në veten tuaj, por gjithsesi ju mund të keni humbur një punë tjetër ose diçka nga ana ekonomike dhe në fund të javës përqendroheni tek kjo situatë. Gjithsesi, një pjesë tjetër mund të kërkoni një lloj pavarësie, të shkputeni nga familja juaj, të merrni përgjegjësitë, ndoshta për të shkuar diku me qira ose për të përballuar dhe anën ekonomike. Dhe ndiheni të sigurt në lidhje me këtë gjë që ju doni ta bëni vërtet gjatë kësaj jave. Por gjithsesi duhet thjesht sepse do ndiheni pak të trishtuar, ju duket sikur diçka keni humbur në momentin që ju shkëputeni nga familja, por më falni, por keni mundësi shumë të mira që ju presin përpara. Ju do jeni të aftë ta përballoni këtë situatë. Dërsa një pjesë për ju do marrin një shumë të konsiderueshme parash gjatë kësaj jave. Por shoh fillime, zhvillime të mira, bollëk, prosperitet. Ju mund ta merrni në situata të ndryshme që jeni, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me projekte, me dokumenta të ndryshme, por mund ta merrni edhe në lidhje me
me kurse të ndryshme, trajnime, largime jashtë shtetit, me çfarëdo lloj situate që ju mund të keni. Është një javë fantastike. Përshëndetje, gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që do na vi. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji të 4 shenjave, është shenja e Akrepit, shenja e Virgjëreshës, shenja e Luanit dhe shenja e Demit. Ndërsa këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Gafores dhe energjia e shenjës së Briciatit. Atëherë, unë ju shoh që ju do mbyllni një cikël të vështirë që keni pasur në jetën tuaj. Dhe kur flasim një cikël të vështirë, këtu bëhet fjalë për gjithçka që të vështirë që ju keni kaluar. Dikush mund të ketë kaluar diçka të vështirë në dashuri dhe ka ardhur momenti që ju ta mbyllni për të bërë një fillim të ri. Por këtu bëhet fjalë për një fillim të ri të lumtur, për të hedhur hapa para. Ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja, situata të vështira që mund të keni kaluar ose në njofit lidhjet dhe ju do ta mbyllni këtë javë. Sikur çliroheni dhe bëni një fillim të ri. Dhe fillimet e reja flasim një fillim i ri i lumtur, duke ndryshuar gjërat. Por ju shoh që ndiheni të pasigurt ose ju keni frikra emocionale në lidhje me këtë ndryshim që po vjen në jetën tuaj. Është një vit që duhet të pranoni ndryshimet, çfarëdo qofshin ato. Sepse ndryshimet do vinë për mirë gjatë këtij viti. Kështu që në qoftë se është diçka që vërtet ju ka vështirësuar jetën, atëherë lëreni mbrapa, mbylleni si cikël, pranoni një ndryshim, sepse ndryshimi vjen për mirë. Disa prej jush mund të keni dhe prapaskena të ndryshme gjatë kësaj jave, në mes javës, thjesht tregoni të kujdesshëm, dhe këto prapaskena mund të jenë në lidhje me punën, ose nga ana ekonomike, në situata të ndryshme familjare, me kolegët tuaj në ambiente të ndryshme. Dhe kemi kartën e Briciapit, që ka planet Saturnin. Dhe Saturni vjen që ju të tregojni të vetëdijshëm në lidhje me situata të ndryshme që keni kaluar dhe për të krijuar një lloj qëndrueshmërie brenda vetes. Dhe të rriteni ose të maturoheni ndaj sfidave që ju kaloni. Ndërkohë, Saturni vjen që ju të zhvilloheni personalisht, të keni një zhvillim personal, ose ju të merrni përgjegjësi të ndryshme në lidhje me fillimet e reja që do bëni, ose me një cikël që vjen para jush. Por gjithsesi, Saturni sjell edhe një zhvillim shpirtëror. Në qoftë se ju jeni ndirë në vështirësi dhe keni kaluar vështirësi dhe nga ana shpirtërore, atëherë Saturni vjen të vëjë një rregull dhe t'ju thotë që ju të zhvilloheni shpirtërisht nëpërmjet sfidave tuaja dhe të jeni më të durueshëm dhe më të disiplinuar në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.